Dhe po flisnim përpara hapësirës muzikore për festivalet. Tani a kanë përfunduar festivalet apo na presin të tjera? Anglia është pikësynimi i radhës. Këtë e përmendet dhe tashmë jemi të qartë. Po të tjera festivale që të presin në rrugtimin tënd? Po, ne vazhdojmë, jemi akoma në garën ndërkombëtare të festivaleve. Kur kthehem jam në festivalin e 20 të filmit në Karolinën e Jugut, ku jemi dhe premier në Myrtle Beach International Film Festival, një festival i njohur me zë. Po paralel në të njëjtën javë jemi dhe në festivalin e 20 që zhvillohet në St. Petersburg të Floridës, dhe ky një festival i njohur me zë, me një audiencë shumë të madhe. Shpresoj të japim rezultat, gjithsesi pjesëmarrja është sukses për mua dhe është kënaqësi, dhe unë pres me emocion rezultatet. Nominimet duhet të dalin, besoj nga fillimi i javës tjetër do të dalin nominimet. Çfarë do të thot për ty të fitosh një çmim për cilin je nominuar në një festival të caktuar, si arritje personale këtë herë, jo profesionale? Pra Aureli, çfarë i thot vetes kur i thërritet emri si regjizori, filmi i të cilit u përzjodh fitues për një çmim? Të fitosh është vlerësimi i sakrificës që ti bën, dhe unë sakrifikoj për të bërë diçka. Ndaj kjo më gëzon shpirtërisht, po dhe më çlodh, më heq dhe një peshë, sepse nuk është vetëm personale e regjizorit, po ti ke dhe përgjegjësinë e stafit. Ti do t'japësh dhe përgjegjësi për vajzat që luajnë, për aktorët që luajnë në rol, dhe ato ndjen kënaqësi sepse aktorët japin shpirtin në rol për të dhënë më të mirën. Po stafi gjithashtu që punon Paolo, dhe drejtori fotografisë, ndriçimi, të gjithë ata që në diell, në mes të vapës, kur i themi ne të xhirosh, kjo është sakrificë, dhe në momentin kur ti vlerësohesh, unë heq një peshë mbi supë dhe them, shikoj, ne fituam, sakrifikuam, po dham rezultat, dhe ju nuk e humbët besimin tek unë. Ne u ndalëm pak në fillim fare, ndoshta edhe përmes batutave për ta dramatizuar gjithë atë situatën, tek largimi yt nga Shqipëria drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një largim i hershëm, më them, që 18 vjeç. Adoleshent, 18 vjeç në 18 vjeç. Po ti nuk u bëre regjisor sa shkove në Amerikë, besoj. Jo. Shiko, të gjithë shkojmë me një ëndër shumë të madhe në Amerikë. Por duhet të kuptojmë diçka, në periudhën që unë lash qytetin e Korçës, arrini një moshë ku ëndrat bën më të mëdha se çfarë të ofron ai qytet i vogël. Dëshirat rriten, ti shikon në televizor, shikon ato serialet Friends dhe serialet e tjerë të huaj që ishte një rini e lirshme, kishin kushte, kishin shtëpitë e tyre, makinat e tyre. Ne ishim në një vend ku prindit me ato rrogat modeste nuk na i plotsonin të gjithë dëshirat, dhe ëndra ishte për të eksploruar, për të parë një botë më të mirë, ndoshta një jetë më të mirë. Por kur shkon ti ndeshesh në radhë të parë me ndryshimin e kulturës, shkon nga një kulturë në një kulturë tjetër, dhe detyrimisht që ti përshtatesh, duhet fillosh në radhë të parë me gjuhën. Pra kam patur vështirësi sepse kam ndjekur dhe gjuhën, po kam punuar dhe paralelisht për të kapur ritmin e jetës, se do paguash qiranët, do jetosh. Por dëshira ime ka qenë shkolla e filmit, unë jam drejtuar shkollës së filmit, aty nuk është si punë e akademisë së filmit këtu që është 4 vjet, janë kurse regjizoriale. 8 mujorshe, por kishte një kostor shumë të lartë. Unë shkoj në shkollë e filmit dhe kisha përgatitur dhe një skenar me vete, kisha skenarin e parë Your Turn të zhanrit thriller, që kam realizuar një film të shkurtër, sepse më kishin thënë që në fund të semestrit për të marrë kreditet e shkollës duhet të bëje një projekt të shkurtër. Dhe shkoj, po kur shikoj që kosta ishte shumë e lartë, më shumë se sa mundësitë që kisha unë, mbeta kështu, thash mirë të shikoj çfarë mund të bëj. Ndërkohë instruktori i filmit që ishte aty që punonte, pa dëshirën që më kisha për film, me lexoj dhe skenarin dhe më tha, po të çoj diku, tha, do të adresoj diku ku është klubi i regjisorëve, i quajnë ata kur mbiten siç kemi ne Cafe Hemingway, aty është klubi i regjisorëve të pavarur, njerëz që merren me film, dhe shko, angazhohu vullnetarisht, hyr në praktikë, mëso dhe mbase bashkëpunon me dikë. Dhe kjo më dha vërtet një dorë, sepse nuk atë që desha e arrita, po jo nëpërmjet shkollës, po futa direkt në praktik. Për fatin tim të mirë, është hapur gjatë mbledhjes që bënim regjisor të pavarur, një producente që jeton në qytetin tim, Suzy Griswold, emri i njohur për qytetin, jo për gjithë Amerikën, se Amerika është e madhe, kishte nevojë për një producent asistent, sepse producenti asistente i saj kishte një plan, kishte një projekt tjetër në duar. Dhe thash, po shkoj unë vullnetarisht. Aty mora një eksperiencë ku kam punuar vullnetarisht me një staf mbi 50 vetash, të gjithë punonim në fundjavë, pra punonim për të jetuar 5 ditë, të shtunë të diel ishte vullnetarisht, po më pëlqeu shumë pasioni, dëshira për të realizuar film,
korrektësia në punë, nuk e di, më pëlqeu aq shumë kultura e të punuarit. Nuk e dëgjoj që të bërtisnje dhe i kuptonje vërtet regjisorin, rolin e regjisorit, asistentin, pra nuk hynte njëri tek roli tjetrit ose tjetrit aty, si themi në shqip, nuk i fuste hundët aty ku nuk duheshe. Dhe kjo ishte një kulturë e mirë e të punuarit që mua më pëlqeu shumë dhe unë këtë reflektova dhe këtu kur xhirova Romën e Trëndafilit të Kuq, madje tekniku i ndriçimit më tha përpara se të ikja më tha, jo se po ta bëj qefin, tha, po nuk kam punuar tha njeri më të qetë, tha, dhe me kaq kulturë, tha, sa ty, tha, se zakonisht këtu kur fillojmë, tha, dhe shajmi, tha, i zëm të gjitha me radhë, tha. Mirë, kjo ishte një, se në fakt doja të të pyesja për një eksperiencë në Shtetet e Bashkuara që ka ndikuar në formimin të artistik dhe ja ku edhe përgjigjen, po unë doja të të pyesja edhe për një eksperiencë, ndoshta pak më të hershme nga fëmijëria jote apo adoleshenca jote këtu në Shqipëri që ka ndikuar, ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në formimin tënd artistik, qoftë si regjisor, qoftë edhe si shkrimtar, po them, si autor. Ashtu siç e theksova, shfaqet në shkollën 8 vjeçare kanë qenë, unë isha pjesë e teatrit të shkollës, po gjithashtu isha edhe në korin e shkollës, më pëlqente edhe muzika. Po. Dhe pra ti këndon? Këndonim si fëmijë, tani nuk jemi këngëtar. Ja, isha në korin e shkollës kur bëshim për festat e çlirimit, kishim mësuesi tani është njeri i nderuar respektuar i Korçës që është në bandën frymore, Muslim Bardoshi, dhe e përshëndes nëse do ta ketë mundësinë ta dëgjoj. Aktivitetet ishin shumë të rëndësishme për mua. Në festat e fundvitit, festat e mësuesve, pra gjithçka ne vinim trajtonim tema sociale. Dhe kishim, për fat keq që nuk kam shumë dhe fotografi, vetëm pak 2 fotografi kam sepse nuk kishim kamera atëre. Por ajo ndikoi shumë në formimin tim. Ndikoi letërsia gjithashtu më ka pëlqyer shumë dhe libri i parë që më ka dhënë shtys për të shkruar, më ka rritur dëshirën për të bërë poet, është Rubairat nga Omar Khayyami. Për ata që nuk e kanë lexuar, ja sugjeroj, aty është e gjithë jeta në vargje. Dëshira dhe dashuria për atë libër më ka bërë që edhe unë të shpërthej në lirika, të shkruaj një pjesë të botës time të brendshme. Po nëse do të kërkonim që të jepi një këshill një të riu shqiptar që do të ndjek rrugën e kinemas jashtë vendit, po them. Në Shtetet e Bashkuara për shembull ose kudo tjetër, po konkretisht. Këshilla është vetëm di që ëndrën dhe bëj atë që ke mundësi, sepse nga ëndra kanë të gjithë, por problemi është sa i kemi mundësitë. Ne themi nga ndonjëherë të shikosh ëndrën a është më madhe se sa xhepi. Dhe unë bëj atë që kam mundësi, nuk është sepse a duhet gjithmonë që të pyesim xhepin për ëndrat tona? Nga ndonjëherë duhet, të jemi sinqert, sepse ka një kosto të madhe. Unë punoj 2 puna që të suportoj veten, në radhë të parë një punë kam për të më siguruar të ardhurat, qëran, jetesën, të gjitha këto, dhe puna e dytë është unë të ndjek të xhirime, të bëj filma, të paguaj atë ne themi koston fi që kanë festivalet për të marrë pjesë, për të ndjekur festivalet, premierën që e solla në Shqipëri me forcat e mia, pra je detyruar të punosh që të suportosh veten tënde. Nëse e me fat të njohësh dikë që mund të sponsorizoj, kjo është akoma më mirë. Shumë e vërtetë.